Ambasadori polak në vend Mariusz Brimora, në një intervistë për agjensinë shtetërore MIA, ka bërë të ditur se në Bruksel po punohet edhe në nivel dypalësh për të afruar qëndrimet e Shkupit dhe Sofjes. Ai thekson se presidenca polake dëshiron të çojë përpara procesin e zgjerimit me shpresën për hapa konkret dhe përparim konkret në këtë proces, por që detyrimet e ndërmarra nga vendi ynë duhet të përmbushen. Brimora thekson se vendi duhet të vazhdojë luftën kundër korrupsionit, i cili është problemi numër 1 në shoqëri, dhe se qeveria dhe të gjithë aktorët politik duhet të vënë situatën në kontroll. Ai thotë se reformat, parat nga plani i rritjes plus kushtet e nevojshme që duhen përmbushur në lidhje me ndryshimet kushtetuese do të hapin dyert për fillimin e negociatave. Në fund të shkurtit, zëvendës ministri i jashtëm i Polonisë Marek Prawda vizitoi Sofjen dhe zhvilloi bisedime atje, duke përfshirë zgjerimin e BE-s dhe rrugën e Maqedonisë së Veriut drejt Unionit. Pra, po bëjmë gjithçka që mundemi, por përsëri, kur më pyetni për hapin tjetër, përgjigjja ime është e njëjtë. Duhet të përmbushni detyrimet tuaj. Ky detyrim i Maqedonisë së Veriut është bërë gjithashtu pjesë e qendrimit të Brukselit. Komisionerja Kos e bëri të qartë se pret që Maqedonia e Veriut të përmbushë detyrimet e saj në mënyrë që procesi të ecë përpara. Ndërkaq, kur Brimora u pyet nëse është e mundur një marrëveshje e re me Sofjen dhe nëse ashtu quajtura diplomaci e qetë që po zhvillohet mund të sjellë rezultate, ai thotë se gjithmonë ka vend për diskutim dhe se përfaqësuesit e qeverisë shfrytëzojnë çdo mundësi gjatë takimeve me partnerët e tyre në forumet ndërkombëtare për të diskutuar këtë problem. Por, siç thot ai, është e nevojshme të përmbushet një detyrim sipas marrëveshjes së vitit 2022. Ai thotë se pritjet nga qeveria janë që ajo të tregojë vullnet politik për ta çuar procesin përpara, duke përmbushur detyrimet e marrëveshjes, si dhe duke përfunduar procesin e reformave. Na duhet vullnet politik, duhet të përfundojmë reformat në Maqedoninë e Veriut dhe duhet të sigurohemi. Dua të them politikanët këtu që ata të mos e humbasin mbështetjen e shoqërisë për antarësim në BE, sepse ne tashmë e dimë se kjo mbështetje po bie, sepse shoqëria është tashmë e lodhur nga pritja. Tutje, ai thekson se aktualisht Komisioni, Brukseli, Presidenca, të gjithë janë të përgatitur për procesin e zgjerimit, por siç thot ai, problemi është se ky lloj vrulli mund të mos zgjas përgjithmonë. Ndaj dhe detyra e qeverisë së Maqedonisë së Veriut është të shfrytëzojë këtë moment për sa kohë që zgjat.